Historia e tyre është e ngjashme me atë të pjesës dërmuese të shqiptarëve që u larguan në fund të viteve 90. Të dy ishin fëmijë kur familjet e tyre morën vendimin për të shkuar në Amerikë. Unë isha 13 vjeç kur shkuam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dhjetor të 1999-s. Kanë kaluar thuajse 25 vite që prej asaj kohe. Po në të njëjtën periudhë emigron edhe familja e Çollakut. Kam qenë moshën 7 vjeç, duke jetuar në Tiranë ato kohë, edhe mamaj fitoi llotarinë në 97-ën, në 99-ën përgatitëm gjërat për të shkuar në Filadelfia, sa aty kishim njohje me dikë për të marrë shtëpi, edhe pastaj vazhdova totalisht 8 vjeçaren, shkollën e mesme, shkollën e lartë. Për Taulantin nuk ka qenë lehtë. Kur shkuam atje nuk dinim asnjë fjalë anglisht. Ishte pak e vështirë në fillim, por pasi mësova gjuhën dhe krijova shoqëri, gjithçka u bë më e lehtë. Prindrit e mi punonin pothuajse gjithë kohën për të na siguruar një jetë më të mirë. Angazhimi në ushtri nuk është një zgjedhje e zakonshme, aq më tepër për një vajzë. Kur isha në shkollë të lartë, isha kurioze për ushtrinë, edhe vazhdova më përpara, atëherë isha me forcat kombëtare të shtetit që banoja në Pennsylvania. Vendimi nuk u prit me entuziazëm nga familja. Babai ka qenë në ushtrinë e Shqipërisë, ka dalë në pension si major për logjistik, edhe në fillim, of course, prindrit kishin çik frikë, se nuk e dinin se çfarë më pret. Për Taulantin marrja e vendimit nuk duket të ketë qenë spontane. Duke qenë se vi nga një vend që ka përjetuar luftë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës na ndihmuan të shpëtojmë vendin dhe shtëpinë tonë, dhe ndjeva që në një farë mënyrë se ua kemi për borxh të kontribuojmë. Detyra i ka bërë të largohen në vendet e ndryshme për periudha shpesh jo fort të shkurtra, si kjo stërvitje. Kam pas qenë larguar nga familja për kohë të gjatë edhe më kanë munguar shumë. Të qenit prind e bën edhe më të vështirë. Kur je në një mision për rreth një vit, kthehesh dhe përpiqesh të arrish çdo gjë që ke humbur. Jeta jote ndalon gjatë misionit, por jeta e të tjerëve vazhdon, sidomos kur ke fëmijë. Vajza ime dëmtoi buzën ndërsa isha këtu dhe edhe pse nuk ishte gjë e madhe, kur ajo të thotë se është lënduar dhe ti nuk je aty, kjo të mërzit. Misioni në Shqipëri është edhe si një rikthim në shtëpinë e vjetër. Kapitenja Çollaku, pjesë e forcave kombëtare të New Jersey, bën vizita thuajse çdo verë, ndërsa si ushtarake është hera e tretë. Çdo verë kam ardhur me pushimet, duke ndetur në gjithë familjen, gjithë fisin. Nga që unë jam për inteligjencë, më shumë kam ardhur për konsultim, të shikoj si bëhen produktet që suportojnë këtë misionin që kemi këtu. Për Taulantin, kjo ishte vizita e tij e parë me uniformë ushtarake. Kam qenë në bizë të trajnimet. U tregova disa prej teknikave që kam mësuar gjatë 15 viteve në ushtri. Ndihmova në stërvitjen me armë të rënd zjarri, një prej stërvitjeve të para këtu me mortaja. Ishte një eksperiencë shumë e vlefshme të ndaja dijet e mia me ta. Por ndërsa flet për përshtypjet e tij, Tony është ai një ushtaraku amerikan që nuk përzihen ndjenjat me detyrën. Disa prej tyre po përpiqen ende të gjejnë identitetin e tyre ushtarak. Ka pajisje që nuk përputhen plotësisht, por kjo është normale, janë ende në fillimet e tyre. Ne në Amerikë kemi një histori ushtarake 250 vjeçare, ndërsa këtu janë si foshnje në këtë drejtim, por po ecin me hapa të sigurt. Ata kanë dëshirë të shërbejnë, të jenë më të mirë dhe kjo është për të vlerësuar. Për te i detyrës ndjehet shumë i lumtur që pata mundësinë të vi këtu.